Kam një pyetje pak më gjatë. Thotë, a mund ta pyetësh doktorin nëse je në trag vrapimi, me siguri gjatë fitnessit. Pulsi na shkon 176 duke bërë ecje me ngjitje. Sa është normale se pas ndalesës së menjëhershme tendenca për frymëzënje ose ndjenje pangoshmërisë na vjen menjëherë? Në momentin kur kemi efort ose sforcim të organizmit tonë, patjetër që rriten kërkesat për oksigjenin. Sepse oksigjeni është ai produkti që na shërben për mbajtjen e metabolizmit, për zhvillimin e energjisë që na duhet në trakën e vrapimit, ose kur kemi një sforcim, qoftë edhe kur kemi stres emocional, na duhet më tepër, edhe zemra është kompensatore. Kjo rrahje, sado që është e shpejtë, me të thënë drejtë, edhe duhet të kompenzohet, jo të qëndrojë një ritëm kaq i madh. Nëse veç ka problem kronik, se gjithmonë, duhet konsultohet kardiologi patjetër. Mirë po, nëse për disa sekundë ose minutë kemi gjatë në fillim vrapimit, është normale sepse është kompensatore. Edhe patjetër që kur ndërpritet ajo, është ajo faza e gulqimit ose nevojat e mëdha, sepse nuk është normal për një mushkëri që të kemi, do të thotë, një aktivitet të papritur. Tjetër është kur është tipi sportiv, që merret me aktivitet çdo ditë ose merret me aktivitet disa herë në javë. Ai kompenzon organizmin dhe nuk rritet nevoja e frymëmarrjes, rritjes së numrit të frymëmarrjeve për të arritur nivelin e dëshiruar të oksigjenit në gjak. Sepse edhe vetë frymëmarrja më e shpeshtuar është për të arritur nivelet e dëshiruara të oksigjenit në gjak për nevojat e organizmit. Kjo ndodh për shembull edhe kur ecim shkallëve shumë lart ose vrapojmë, pa vjen një përveç frymëzonjes edhe një koll e momentit. Patjetër, sepse kur rrit hiperaktivitet pulmonar. Ajo reagon. Patjetër që po, sepse ti kur merr frymë, merr me gojë hapën, kur ki nevojë më tepër, edhe grincat, ngacmuesit që kalojnë barrierën dhe shkojnë te rrugët e frymëmarrjes, është shumë më e madhe, rrjedhimisht është më e madhe dhe rrjedhimisht refleksi mbrojtës do të jetë më i shpejtë. Në këto sforcime fizike duhet marrin frymë me hunda me gojë? Në këto sforcime fizike, varësisht prej sforcimit fizik, ndodh që kemi edhe probleme devijimet septumit nazal, ose rregullimet e hundës dhe të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, kur nevojitet patjetër marrja e frymës edhe me gojë.